është e çuditshme, doktor Neshbedin, besoj që përballesh me çet pyetje që po ta bëj edhe prej pacientëve. Prej Covidit e kanë mësuar çka është vitamina D, edhe janë të e lidhur me gjithçka vitaminën D. Edhe ndoshta anashkalojnë krejt këta hapa të rëndësishëm që i shpjegove, që mund të na çojnë te një smundje kronike që ka më na shoqëruar gjithë jetën e më na ndrua edhe cilësinë e jetës. Tu thon, pe marrni vitaminë D se diçka e lodhne jam. Fakt, është shumë drejt keni. Edhe në fakt nuk është se edhe ne nuk mendojnë atë që mund tjetë edhe vitamina D se mungesa e vitaminës D din me shkaktu gjithashtu lodhje. Po, e vërtet është ajo që thoni ju. Po ama është edhe njëherë edhe arsye tim për me anashkalu, me umar, me problemin rad që është. Kuptoni se nuk është që kemi qef shumë me pranu se nuk jemi aktiv, se nuk bojmë aktivitet fizik sa duhet, se nuk merremi seriozisht me shëndetin tonë, se dikush të parë tonë do shte kanë dështu me në tregu se çka është e rëndësishme, atë çka nuk është e rëndësishme, më kuptoni? Pra tash është qelësi mirë, pra a bën me ma bo vitaminën D, doktor, më kuptoni? Edhe me këtë kërkesë edhe vjen, a bën me ma bo vitaminën D se jam i lodhën? Edhe ti, tash ki dy zgjedhje, nëse është pacient yt, ti thosh, okej, po kur ke qenë herën e fundit me u vizitua? Nëse është mbi 40 vjetë, dhe ti thosh, okej, prit një herë pak, më kupton, a bën të bën një hulumtim pak, një hulumtim të vogël, mund të na del shumë mirë, shqyr që na del. Edhe vendosni që të bëni një hulumtim të vogël, edhe ai hulumtimi i vogël, dhe një herë din me qenë edhe taman kohë, me qenë shumë kohë, ai hulumtimi i vogël. Pra, nëse nuk doni të bëni hulumtime, ose nuk doni të bëni hulumtime pacienti, edhe ato dhe të respektoni, të thoni, okej, apo do me bo vitaminën D, po do. A të bëjmë edhe një, me thonë, tash prapë më varet, po, më varet sa jeni ju i shkathë dhe sa doni të përcjellni porosin. Tash ka të bëni edhe me diçka tjetër këto, mos harroni. Ka të bëni sa jeni të afërt me pacientin e juaj. Pra, nëse janë pacientet e rastit, vështirë dhe të keni sukses. Sepse ekziston një farë droje që hajtë se këta doktorat, po lypin shumë. Tu për vete i kanë doktorat. Po lypin shumë se dojnë me bo analize këta. Mirë, po nëse janë pacient të ju, si që ne që e kemi rastin, po, na e kemi rastin e pacientëve tonë që janë me numri madh, mos i përmendit, është 2-13 janë me kartela, 2-13.000. Pra, ata ju njohin, edhe ato dhe të ndalin dhe të mendojnë, të thonë, doktor, këta e qka deshte me më thonë. Nëse jeni trajnu me pacientët edhe ju keni thonë, okej, hajde të diskutojnë këtë mohabet. Mund t'ju thamë, sikur me juve tash që bisedoj, mund t'ju thamë çka mund të qëndron mbrapa kësaj, ata dhe t'ju ndëgjojnë gjithsesi, edhe pra disa prej atyne dhe të vendosin të merren me veten e vetë pak më shumë. Nëse e keni atë kredit të pacientit që t'ju thoni ki parasysh se kjo mund t'jetë problem jo sot, mas 5 vjetë, 10, edhe ajo dhe t'jetë halam ma mirë, edhe ju çka keni bo, e keni zgjedh një problem, një pacient ma pak i cili dhe t'jetë ngarkes për familjen, ngarkes për veten, ngarkes për sistemin nesër, sa i sistem duhet të pagun, nësë është shëndetësi publike, pra dhe duhet pagun për ato, që është kronikisht i smundë, kuptoni?